ka një kërkesë të autoriteteve shqiptare, duke pasur parasysh edhe kërkesën e SPAK-ut nga ana tjetër, që Ermal Beqiri të ekstradohet në Shqipëri. Në këtë rast, ju mendoni se Franca do ta mbaj atje për ta zbërthyer sa më shumë, apo do ta ekstradoj në Shqipëri? Jo, Franca nëse do ta mbaj pikërisht për ndërhyrje që do bëjë Rama tek Macroni, për lëvizjet që do bëjnë, për pagesat që kanë, për të gjithë llogaritë bankare që kanë atje. Mos harroni se janë në llogari pafundme bankare që ndodhen në Francë, mos harroni se e gjithë kupola e bankës botërore ndodhet në Francë, çka do të thotë se përshfillët janë qendrën e kanë në Francë, dhe nuk besoj se do të jetë kaq e thjeshtë për ta sjellë Ermal Beqirin në Tiranë. Kështu që do të gjej një modalitet, do të gjej një pleçk të themi, loja avukatëve kjo, për të mos e ekstraduar Ermal Beqirin, sepse do të deklarojnë që i rrezikohet jeta, ka ato. Do gjej një mënyrë për ta ashtu, dhe thash kam bindjen time që Franca nuk do ta pranojë ekstradimin e Ermal Beqirit. Ndërkohë, Ermal Beqiri është cilësuar shpesh si ushtari i Belinda Ballukut, dhe kjo e fundit është thirrur në SPAK, ku janë komunikuar dhe akuzat tjera, por ndërkohë është bërë ditur të zgjidhja e hetimeve. Në këtë rast, a shikoni këtë arrestim të Ermal Beqirit të lidhur me paraqitjen në SPAK të Belinda Ballukut, dhe sa gjasa ka që Belinda Balluku nga ana tjetër t'i shpëtoi SPAK-ut? Janë koincidenca sepse Belinda Balluku ishte e lajmëruar që do shkonte në SPAK për shtyrjen e afateve, dhe janë dhënë akuzat të tjera, por SPAK-un e shoh tepër të fakët, një SPAK i cili nuk po bën asnjë lloj veprimi, pavarësisht nga trumpetat e mëdha të cilat ata bëjnë, pavarësisht nga deklaratat që bëjnë, por realisht nëse do të shohim në 8 vjet sa ka SPAK-u, ne nuk kemi absolutisht asnjë lloj rezultati. Dhe kur flas për rezultat, nuk flas për rezultate të personave të cilët dënohen nga 6 muaj, nga një vit me detyrim, paraqitje, shërbim prove, më thash. Unë gjithmonë SPAK-u t'i kërkoj atë pjesën e Luanit. Pjesa e Luanit është pasuria. Nuk besoj se keni pa që janë bllokuar pasuri bankare të këtyre të cilat janë kapur qoftë me drogë, janë kapur qoftë me korrupsion, qoftë me ndërtime, me të gjitha akuzat, të gjitha janë bërë me shpërdorim detyre. Nuk ka ndonjë akuzë të mirëfillt, dhe çuditërisht Shqipëria nuk e ka atë lloj ligji që duhet ta kishte për sa i përket, sidomos për sa i përket drogës, konfiskimi i të gjithë pasurive. Po ne nuk e kemi dhe kalojmë tek ajo pjesa e shpërdorimit të detyrës. Jo pa qëllime, kemi diskutuar dhe një herë bashkë, unë kam thënë që shpërdorimi i detyrës duhet hiqet nga kodi penal fare, sepse nuk kemi shpërdorim detyrë. Ti të firmosësh një tender 100 miliard, 100 milion, 50 milion, 500 milion euro, dhe të thuash pastaj shpërdorim detyre, kjo është absurde, domethënë. Dhe nëse do të shohësh pastaj në opinionin publik, të gjithë politikanët, të gjithë pushtetarët apo qeveritarët janë të korruptuar për opinionin publik. Çuditërisht nuk ta dalin të korruptuar për SPAK-un. Kur të gjithë e shohin, janë të ndërgjegjshëm për atë që bëjnë. Dhe pse e them? E them sepse SPAK-u nëse do vepronte drejt, do vepronte atë që kemi diskutuar vite më parë për sa i përket portit Durrësit, nuk ka asnjë lloj veprimi. Sa dhe vet Alabari i klasi bomba ndor, i klasi aty. Do kalojmë edhe aty, po. Jo, e mora si shembull, jo nga SPAK-u. SPAK-u nuk ka hetuar dy anijet cistern që janë për energji në Vlorë, që u bën kaq vjet që nuk prodhojnë asgjë dhe ne paguajmë para. Pa e marrë si shembull, gjitha këto kanë rënë rrugë, janë shkatruar rrugë, janë bërë veprime të ndryshme, është prishur ekosistemi, SPAK-u nuk ka marrë absolutisht asnjë. U ndërtua në Butrin, mos e harroni, po e ripërsëris, u ndërtua brenda Butrinit. Nuk kishte ndodhur, edhe pushtuesi më i keq nuk do guxonte ta bënte, SPAK-u heshti.
U prish teatri kombëtar, SPAK-u heshti, megjithëse ishte me vendim të gjykatës kushtetuese, dhe SPAK-u heshti. Kështu që nuk shoh se SPAK-u ka ndonjë premis për të bërë një gjykim të drejtë, të shpejtë dhe të paanshëm. Unë them se SPAK-u është ndikuar totalisht nga politika, dhe është themi është vunë në shërbim të Ramës, sepse SPAK-u ka pasur shumë indicie për të hetuar vetë Ramën, qoftë me fluturime që Rama ka bërë jashtë territorit bashkimit evropian, qoftë me atë i Albeni që ndodhet sot në Rusi, nuk dihet dhe nuk jep absolutisht askush nuk jep hesab se ku është. Domethënë për të gjitha aferat që ndodhin në Shqipëri, SPAK-u ka ndetur, themi që ka ndetur dur kryq. Nëse ndodh në rrjoll një ndërtim mbi pronat e qytetarëve dhe SPAK-u nuk ka marrë asnjë lloj veprimi. Dhe kur them veprime duhet bëhen veprime të shpejta. Se ti mund marrësh veprime, po mos harrojmë tjetrën. Dhe kemi një ngërç tjetër tek SPAK-u. Kush është? Se SPAK-u vitin tjetër mbush 9 vjeçarin dhe i mbaron mandati. Çfarë do bëhet me këtë SPAK? Do ta bëjmë me SPAK-u apo s'do ta bëjë, apo do ta shuajmë fare? Dhe po u shuan këto dosje ku do shkojnë, atë që kam ngritur që në fillim si problem. Këto dosje ku do shkojnë, këto hetime ku do shkojnë, do mbyllen në kasafort. Pra, ne kemi një SPAK për të thënë që kemi SPAK, por realisht nuk kemi një SPAK i cili duhet të veprojë drejt. Dhe do ndodhi ajo që ndodhin me Italinë. E kuptoj që sot Italia, avokatet e atij që ka në Itali, i cili ju konfiskua malli, ju sekuestrua malli, se tash konfiskohet, sekuestruan dyqan që kishte aktivitetin e tij, dhe vendimi i gjykatës italiane ishte për ta liruar pikërisht sepse SPAK-u nuk kishte dërguar absolutisht asnjë lloj dokumentacione apo prove për të vërtetuar që ky merret me drogën apo pastrim parash apo tjera. Pra veprimet e SPAK-ut për mua janë naive, janë tepër merren me gjëra të cilat janë tepër të vogla, në krahasim me atë çfarë është galopantja e madhe. SPAK-u nuk ka guxuar për shembull të hetojë Ramën në asnjë lloj mënyre dhe në asnjë formë, megjithëse kanë qenë të gjitha në tavolinë, nuk ka guxuar ta bëjë, megjithëse çështja me Konigal, megjithëse çështja Sinaloas, megjithëse ka pasur shumë e 5 maj që janë direkt për kulla që Rama firmos tek Pallati Kongreseve. Ka shumë afera të cilat SPAK-u nuk ka guxuar kurrë. Nëse do kishim një drejtësi reale, unë kam thënë që në fillim nuk ka nevojë të në qendër Tiranës, shif se çfarë është bërë në qendër Tiranës dhe nuk ka nevojë për prova tjera. Por SPAK-u nuk është marrë. Kanë fluturuar dy kontenierë me drogë para i viti në Durrës edhe nuk foli asnjë përkundrazi, prokuroria e Durrësit e mbylli si çështje. Domethënë kemi shumë për të folur, dhe jo pa qëllim them që Rama ka ndërtuar mafia në shtet. Dhe kjo është mafia, sepse mafia ka drejtësinë, ka pushtetin, ka presidentin, ka parlamentin, dhe Rama i ka të gjithë në dorë, nuk ke çati thuash, prandaj them, Rama nuk mund të hiki në këtë lloj forme sot që kërkojnë të ikën. Rama nuk ikën në këtë lloj forme. Dhe Rama Zoti Merkolçi, fam. E këtij kombi. Është fatkesi që ne na ka rënë dhe ne si popull nuk kemi zot të reagojmë. Zoti Merkolçi, a mendoni se Edi Rama mund ta lëshojë Belinda Ballukun për ta shtensionuar situatën, apo mendoni se kjo e fundit është aq e fuqishme sa që mund ta tërheqë pas vetes atë? Tash ditën e parë që Belinda ka marrë akuzës, kemi qenë edhe bashkë, më duhet, mos gabofsha. Edi Rama nuk e lëshon Belinda Ballukun. Dhe Belinda Ballukun nuk jep dorëheqjen. Dhe realisht kjo ndodhi. Belinda nuk ka dhënë dorëheqje pavarësisht se Rama e hoqi bërja të kapërtimin, por ju e pat shumë mirë që Rama luajti mjaft fuqishëm për të ruajtur Belinda Ballukun dhe vazhdon ta ruajë Belinda Ballukun. Jo pa qëllim them që SPAK-u nuk kishte mundësi për ta arrestuar Belinda Ballukun. E kishte një mundësi për të arrestuar në momentin kur doli vendimi i gjykatës i Belinda Balluku duhet kalonte
i dha pezullimin nga detyra, atë natë Belinda ka një 7 orë në kryeministri, pra në kundërshtim me urdhën e gjykatës, dhe nëse do ishte një SPAK tamam, do shkonte ta kapte në flagrancë dhe s'kishte nevojë më pastaj as për heqje imuniteti. Një veprim të tillë SPAK-u nuk e bëri dhe filloi loja, pastaj dhe për mua ka qenë gjithë lojë marrëveshjesh. Nuk kemi pas absolutisht asnjë lloj loje themi juridike, por kemi pas thjesht një lojë marrëveshjesh. Ti do bësh këtu, do bëj këtë, do ta çojmë në gjykatë kushtetuese, gjykata kushtetuese do na i kthej, do na thotë ne kemi këtë, ka drejt ky, s'ka drejt ai. E kupton dhe përfundimi do jetë që Belinda Balluku do vazhdoj zvarritjen. Tash dhe vjen momenti kur SPAK-u t'i marron edhe mandati dhe këtu pastaj kemi të lidhur atë çfarë këta po presin. Të gjithë politika shqiptare, pa presin të asnjërit, po presin në ndorin e zgjedhjeve që të bëhen në Amerikë për Kongresin e Senatit. Dhe këta presin me padurim, pavarësisht çka deklarojnë, këta presin me padurim humbjen e republikanëve në Amerikë. Zotë Merkoshi, të kalojmë tek një dosje tjetër të cilën ju e keni evidentuar shpesh, siç është ajo e portit Durrësit, ku në një deklaratë fundit Alabari ka nxjerrë në sipërfaqe dhe skandalin e madh, duke thënë që unë nxitova dhe bëra gabim që investova në portin e Durrësit. Në këtë rast ju si e shikoni, a do të jetë kjo një dosje që mund të rrëzojë Edi Ramën? Unë kam thënë që porti i Durrësit do i haj kokën gjithë politikanëve, sepse të gjithë janë aty brenda. Pa përjashtim. Në një mënyrë, në një tjetër. A janë me i dorë, a janë me i gisht, a janë me i krah, këto nuk mund ta them, por të gjithë politikanët janë aty brenda. Dhe ditën që ka bërë rrëshqitjen e Godinës, atë ditën e kam nxjerrë, domethënë me foto me këtë dhe nuk pati ne reagim madh përkundrazi, në vend të bllokimit të punimeve, u morë vendimi që të vend ca shtylla të mbahet, të bëhet, e kupton? Dhe Alabari tashmë e ka parë që ajo ka qenë një grop e zezë, një grop thithse, e cila sepse ato ndërtime aty nuk mund të bëhen për shumë arsye, dhe një nga arsyet të cilat ta nuk e kanë treguar, unë prap, edhe pse e kam deklaroj prap, brenda në tokën deri te ura e Dalanit aty është me mbetje toksike. Këta nuk e kanë deklaruar, pikërisht për ne ndodhin ato lloj problemesh. Dhe këta nuk e kanë deklaruar, sepse edhe te kalata parë është e njëjta gjë, po edhe deri atje, sepse në kohën e diktaturës janë mbetje toksike janë groposur në atë zonë, në atë pozicion. Kështu që Alabari tashmë mund dalë dhe deklarojë çfarë të dojë, por Alabari ashtu siç të gjithë qa kanë ardhur në Shqipëri i kanë besuar Ramës në mënyrë të verbër, kanë kërkuar të jenë ortak me Ramën dhe patjetër edhe ata kanë pasur fitimet e veta, kanë pasur ato pastrimin e pasë dhe ata e bëjnë pastrimin e parave, nuk është e bëjnë vetëm Shqipëri, nuk është e bëjnë vetëm Rama, atë kuptohemi drejt. Dhe sot, jo pa qëllim kam thënë që këto do mbyten me zullumin e tyre, dhe realisht çështja e Alabarit mbyten me zullumin e tyre, sepse duhet SPAK-u po të ishte e para gjë që duhet bënte hapjen e procedimit penal dhe pezullimin e të gjitha punimeve që janë në portin e Durrësit. Dhe SPAK-u nuk e ka bërë një veprim të tillë, pra nuk ka pezulluar punimet, megjithëse Alabari vetë doli dhe deklaroi që ishte një nxitim shumë i madh. Prap SPAK-u ka heshtur sepse vazhdon punimin, nuk janë ndërprerë punimet. Në të njëjtën kohë që aty duhet të ishte vënë shiriti dhe të ndërpriteshin të gjithë punimet derisa të sqarojë situata. Gjë e cila nuk u bë dhe pikërisht kjo nuk bëhet vetëm me ndikimin që ka Rama ka shi SPAK-ut.